Ne ndërkohë do të kalojmë në një tjetër moment. Muaji maj njihet edhe si muaji i ndërgjegjësimit kundër melanomës. Do të flasim pikërisht për këtë në minutazhin që do të vijoj, por fillimisht do ndjekim një insert i cili do të na njohë me simbolikën e këtij muaji dhe çfarë përfaqëson melanoma, më pas kthehemi në studio për zhvilluar një bisedë. Melanoma është forma më serioze e kancerit të lëkurës. Zhvillohet kryesisht në melanocite, por edhe në qeliza të tjera. Ekspozimi ndaj rrezeve ultraviolet së diellit apo të solareve janë faktor risku të zhvillimit të melanomës. Risku rritet në persona nën moshën 40 vjeç dhe veçanërisht tek femrat. Njohja e shenjave paralajmëruese të kancerit të lëkurës mund të na ndihmojë të vëmë re ndryshime në lëkurë, të cilat mund të jenë në tendenca kancerogjene dhe që mund të trajtohen para se kanceri të përhapet. Melanoma mund të kurohet me sukses nëse zbulohet herët, por bëhet kërcënuese për jetën nëse neglizhohet. Kjo është arsyeja pse muaji maj kushtohet ndërgjegjësimit dhe promovimit të metodave të trajtimit dhe diagnostikimit për kancerin e lëkurës. Melanoma nuk diagnostikohet sepse pacienti neglizhon kontrollet rutinë tek mjeku dermatolog, por edhe prej përshtypjes jo të mirë të krijuar rreth procesit të heqjes së nishaneve. Është e rëndësishme që gjatë vizitës mjeku dermatolog të kontrollojë gjithë trupin e pacientit, sepse melanoma mund të zhvillohet kudo. Parandalimi i kancerit të lëkurës fillon nga një qasje gjithëpërfshirëse. Është e rëndësishme të ndërgjegjësohemi që rrezatimi ultraviolet depërton jo vetëm tek kret, por edhe tek xhami. Ato reflektohen nga dëbora, uji dhe rëra. Dëmtimi i lëkurës prej rrezeve të diellit akumulohet dhe me kalimin e viteve. Dhe do të jemi në këtë komunikim të drejt për drejt me mjeken dermatologe Amar Dacenko. Doktoresh, përshëndetje, mirë se vini në programin Mes Nesh. Mirë se vjen. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne, doktoresh. Në fakt do doja ta nisja nga simbolika, sepse ne kemi thënë që muaji maj është një muaj ndërgjegjësimi, por nga puna juaj e përditshme, sa vini re që njerëzit dhe qytetarët dhe pacientët janë ndërgjegjësuar për të bërë kontrolle rutinë dhe jo atëherë kur shohin që diçka nuk shkon. Mund të themi që Shqipëria është një vend në ndryshime sipër, për sa i përket përmirësimit të kulturës mjekësore, shëndetësore. Si dermatolog, të situatës, le të themi të përpjekjes dhe dëshirës së pacientëve për të ardhur dhe për të bërë kontrollet periodike të lëkurës. Megjithatë, ka ende punë për të bërë. Doktoresha, melanoma, çfarë duhet të kuptojmë? Kuptojmë kancerin e lëkurës, duhet kuptojmë një nishan i cili ka problematika edhe lindin më pas edhe problematika të tjera më të rënda. Çfarë është melanoma? Atëherë, melanoma është kanceri i lëkurës dhe është forma më agresive e gjithë grupi të tumoreve të lëkurës. Ekzistojnë dy qëndrime apo dy qasje shkollash të cilat nga njëra anë shkojnë me idenë që ky lloj kanceri zhvillohet nga një nishan ekzistent dhe ekziston njëkohësisht edhe një shkollë tjetër e cila pranon idenë që melanoma nisi e tillë që në fillesat e saj, pra jo si një transformim i një nishani. Dhe ka një ecuri prej të ngadalë, disa vjeçare, dhe patjetër kjo do të çojë dhe në stadifikimin e këtij tumori. Dhe stadie të ndryshme të melanomës do të shoqërohen dhe me simptomatikë apo me klinikë të ndryshme. Cilat janë disa prej këtyre problematikave që shfaqen fillimisht apo që edhe pacienti duhet fillojë menjëherë edhe të shqetësohet? Nëse një pacient do të vërej të shqetësohet për një nishan, do të dallojë një ndryshim në përmasat e tij, pra një rritje, një konturim të çrregullt, një bordurë me relief, do të shikojë një mungesë simetrie të nishanit, mund të arrijë të identifikojë dhe të vëre ndoshta edhe hemoragji, rrjedhje gjaku nga ky nishan. Megjithatë, këto nuk duhet shërbejnë si ngacmime, edhe pse ndodh këtu rëndom, që të sillin pacientin tek mjeku.
sepse në momentin që mund të jenë prezente simptomat të tilla, ne mund të gjendemi edhe përpara një stadie të avancuar të kancerit të lëkurës, melanom. Po ndërkohë, doktoresh, ju thatë që ka dy kampe mendimesh, pra që mund të dalë në sipërfaqet lëkurës nga hiçi, apo që mund të jenë nishane të cilat mund të degradojnë, pastaj dhe mund të sjellin kancerin e lëkurës. Çfarë e shkakton në të dyja rastet? Çfarë e shkakton? Në vetvete, melanoma është ai tumor që karakterizohet nga një rritje jashtë kontrolli e qelizave që japin ngjyrë lëkurës. Pra janë qelizat njohura si melanocite. Është një rritje e pa kontrolluar si pasojë e mutacioneve apo e ndryshimeve në nivel të ADN-s. Le të themi që nuk është vetëm një dëmtim gjenetik që ndodh, por ky dëmtim patjetër ka edhe faktor të jashtëm trigger, ku mund të përmendim ekspozimet ndaj rrezatimit ultraviolet, ekspozime që janë të gjata në kohë, kronike dhe pa mbrojtjen me filtra të fotombrojtës, apo histori të kaluara të djegjes së lëkurës që nga fëmijëria dhe deri në moshën aktuale që mund të ketë pacienti. Personat ose individ me shumë nishane mbartin mundësinë apo shanset që të bëjnë melanom. Le të themi tipi i lëkurës, fototipi, pra personat me një lëkurë të hapët, të bardhosh apo kuqalash. Janë më të predispozuar. Njësisht të personave në familje, brezi i parë, mund të përmendim njëkohësisht, që mund të shërbejnë le themi si faktor trigger dhe që duhet të ngasmojë vëmendjen e mjekut në një pacient. E qartë, doktoresha, cila është ajo grup mosh nëse mund të kemi që preket më shumë? Sepse në kulturën tonë, ne shpesh herë dim dhe e kemi edhe në base të provuar që zakonisht fëmijët lihen në diell me orë të tëra, edhe teksa lëkura është e djegur, kemi atë kurën me kos që ka funksionuar edhe ka qarkulluar besoj në të gjitha familjet shqiptare. A ka predispozit një fëmijë i cili mund të ketë një djegje të tillë, ndoshta vite më vonë kjo djegje të çojë deri në kancer të lëkurës e në melanom? Po, pikërisht. Dhe unë e përmenda edhe pak më sipër që histori djegje të lëkure që nga fëmijëria dhe deri në momentin e moshës ku pacienti paraqitet për vizitë, mund shërbejnë si faktor trigger, ngacmues për melanom, sepse janë, le të themi, janë dëmtime që në dëmtime të lëkurës, pra lënë gjurmë në dëmtimin e ADN-s, e cila në një moment caktuar të jetës do përkthehet në zhvillimin e atij kanceri. Dhe ajo që po vërehet në këto vitet e fundit është në nivel global rritje e të prekurve nga melanoma në moshë të re. Pra nëse ekzistojnë dhe forma të tjera të kancerit të lëkurës, të cilat mund të hasen në moshat geriatrike, pra përtej të 60-tave, fatkeqësisht melanoma është ai kancer i cili haset, le të themi, në këto vitet e fundit, po vërehet edhe në moshat mesatare të 30 vjeç. Po ndërkohë, ky muaj ka qenë muaj ku ne kemi diagnostikuar pacient të rinj me melanom. Po ndërkohë, për të kuptuar pak se sa e rrezikshëm është si lloj kanceri, sa fatal është, nëse kapet në kohë, sa gjasa ka të rikuperohet pacienti? Shiko, në këtë muaj sensibilizimi, qëllimi i mjekëve dermatolog është që të ndaj sa më shumë informacion mjekësor lidhur me formë kanceri. Sepse mund të themi që në tërësi e formave të kancerit të trupit të njeriut, kanceri lëkurës është ai që trajtohet dhe kurohet, vetëm nëse kapet në faza të hershme. Pra kjo nënkupton, le të themi, shmangjen e frikës gjithëve për të bërë një kontroll tek mjeku, për të kontrolluar nishanet në mënyrë periodike dhe duke lënë mënjan
mitet e gabuara që do duhet të shkojmë tek mjeku vetëm kur është bërë diçka e madhe, apo nëse një nishan është prezent, mos e ngacmo, sepse do të bëhet një gjë e keqe. Pra, kanceri lëkurës është i trajtueshëm, është i kurueshëm dhe faza e parë e kurimit nis pikërisht me trajtimin kirurgjikal. Nëse jemi në fazat e hershme të saj, sepse ka dhe një kalvar të gjatë hapash, nëse fatkeqësisht arrim dhe e identifikojmë në stade më të avancuara. Doktoresha, në fund të kësaj bisede, cili do të ishte mesazhi juaj për të bërë sa më shumë kujdes mbase të gjithë ata që na dëgjojnë? Duke qenë se këtë vit, në fakt, të gjithë mjekët dermatolog, kudo në botë, po sidomos edhe në pjesë në vendin në kontinentin e Europës, bashkë me shoqatën jo fitimprurëse që është Euromelanoma, kanë pasur si qëllim edukimin e familjeve pikërisht për shëndetin e lëkurës që në hapat e parë të jetës, pra që tek fëmijët. Kështu që thirrja ime bashkohet bashkë me kolegët e tjerë, kujdesuni për veten, kujdesuni për fëmijët tuaj, mësojini të kuptojnë shëndetin e lëkurës, të kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes diellore, sepse një e re e nisur me kujdes, patjetër do jetë e shëndetshme. Kështu që ju lutem, thirrja ime shkon dhe për kontrollet periodike të lëkurës. Shmangini frikat. Doktoresha, faleminderit që ishe me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe shumë faleminderit për gjitha mesazhet që ndave. Kënaqësi. Punë të mbar, faleminderit.